Utba nuk ka pas shumë interes për ati njeriu të zakonshëm, për ati që i kanë dojtë atje të dera, ose ati i kanë interesu këto njerëzit akademik. Këta janë tash një nivel akademik edhe disa prej tyre profesor është akuzeron se janë themelues të lidhjes demokratike të Kosovës. Dikush mund me thonë që për shembull profesor Nafiu veç po fol haj ashtu në kohë domethënë informacione ose ka dalë tash këto një njeri i cili ka punuar për DB-n edhe për akuzon. A kemi informacione? Nafi Çegrani nuk folën kot ashtu. Po populli nuk e din se kreta këto organizata, grupe, edhe në kohën e Jugosllavisë, që kanë qenë ilegale, ka gisht shërbimi sekret SLAF, UDB-ja. Edhe në këto partitë tani, jo vetëm Kosovë, edhe në fillim ato partitë e prosperitetit e ajo me Thaqin, që partijat demokratike shqiptare, që themeluesët ato iniciatorët kryesor janë njerëz të UDB-s, operativat të shërbimit. Shërbimet sekrete edhe kjo që ndodhi në parlamentin e Maqedonisë. Nuk ndodhi veç vetiu ashtu kot i fejnë gjamat aty. Aty kishte veprim shërbimi sekret. Edhe sot e këtë ditë, edhe çdo kush ndash në parlament në tjetë, ndash në Maqedoni, ndash në Kosovë, krejt janë nën vëzhgimin e shërbimit sekret të Beogradit, por nuk ka aq fort Beogradi forcë tani se është CIA. Janë këta, se me nuk që është CIA e këto shërbimet tjera inteligjente, anglo-amerikane e tjerë, Beogradin e kje për gjithë natën e kje. E vërtit, bravo, dhe të kitje për profesor, bravo. Profesor, a ke pos rast me pos në dosje për shqiptarën e vërtit Ukshin Hoti që sot e së dite nuk ditë për fatin e ti? Kush kanë qenë informatorë që e kanë informu UDB-n për Ukshin Hoti për veprimet e ti? Po, për njerëzit që kanë qenë në burg, që kanë qenë personalitete, UDB-a i ka majt në listat veçanta. Po, kur e ka liru prej burgu, në fakt e ka pregadit terenin jashtë me rjetin e vetë informatorëve, të spionëve, të atyre që kanë qenë klan i ati shërbimi, kanë kry edhe kësifar aktesh. Prandaj, unë në burg e kam mendu këtë vetë me mendjen time, kretë këto që janë në kryet të partive, që janë në kryet të shtetit, që janë si lider, të kemë t'i qëjnë në burg, po jo ma shumë se 3 vjetë, se mendajt ma shumë i lje mendja. Po të shkojnë pak në burg, aty kryot një eksperiencë njerëzore, patriotike, në që ofse e rrumë dignitetin e vetë si njeri, atëherë do të ditë si cilët me popullin, me partin, me njerëzit, me redaksin, me studien, edhe si ju, se UDB-a, kretë redaksijës Shqipe që kanë qenë kohën e Titos, kanë qenë nën rezidencat e shërbimit sekret SLAF të Beogradit. Qoftë Flaka, qoftë Radio Shkupi, qoftë Radio Prishtina, këtu e ke pas Faredin Gungën, kanë qenë këto kryesorët, mandej qirë gazetarë i lindje, në Shkup ke pas po ashtu, ku erdhen e prunë Jusuf Gërvallën, të ki Dervishin, i prunë në Shkup. A ka qenë informatori Jusuf Gërvallën? Dosja u erdhë për mbas atyre. Jo, ato vetëm e ndrunë taktikën, kurse kjo UDB nga Cman, e dhe jenë marahat në UDB-n në Shkup. E njëjta UDB dhe atje edhe këtu. Po Ukshin Hotin, kush e shpionon të, në më thonë, si informator? Po Ukshin Hotin ma shumë të vetët aty. Po, për shembull? Edhe i kje këto që kanë qenë si kolegë. Kush për i tyre, profesor, se të flasme me emra, sonë të këna vendus me me emra? Po mirë është ajo me emra, po duhet do sende edhe të kursejnë. Kje raste, për shembull, e kanë spionu edhe Ali Hadrin. Po? Me Agim Vinca, ato kretë kanë jënë të regjistruar në arhivat e UDB-s. Recep Qosja, këto janë kretë. Recep Qosja, Agim Vinca e ka? Ali Hadrin e kanë spionu, po ka edhe informacione tjera që ende mbahen sekrete rreth fatit tragjik të Ukshin Hotit. Që mjerisht, si mas juve është vraja, po? është vraja mjerisht fatit tragjik që ashtu është, e ka likvidu, edhe sendet që i likvidon një shërbim sekret, është shumë problem për të zbardh. Qoftë edhe proceset montume, që nuk zbardhen kollaj,
ato i monton shërbimi sekret. Po. E tjera ndodhi, po nuk